Hetimi për zjarrin katastrofik në diskotekën Puls në Koçan u zgjerua dhe me 10 zyrtar policor nga Shtipi dhe Koçani. Sipas prokurorisë publike për ndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsionit, ata dyshohen se kanë dhënë pëlqime nga viti 2012 deri në vitin 2022 dhe i kanë mundësuar personit juridik licencën për kryerjen e veprimtarisë hotelerike, edhe pse nuk i plotësonte kushtet e kërkuara. Në rastin konkret, ekziston dyshimi i bazuar se të dyshuarit si bashkëpunëtor kanë kryer veprën krime të rënda kundër sigurisë publike. Sipas përshkrimit të urdhrit për kryerjen e procedurës hetimore, të dyshuarit si zyrtar të punësuar në sektorin për punë të brendshme Shtip dhe sektorin për punë të brendshme Koçan, gjatë periudhës së lartë përmendur, si bashkëkryerës nuk kanë vepruar në përputhje me rregulloren për masat mbrojtëse, nuk kanë bërë kontroll të plot dhe të detajuar lidhur me dhënien e pajtueshmërisë pozitive për dhënien e licencës për kabaren Puls në fushën e sigurisë në komunikacion dhe rendit publik. Me dhënien e pëlqimeve të gjithë së bashku i kanë mundësuar personit juridik që të marrë licencë për kryerjen e veprimtarisë hotelerike edhe pse nuk i plotësonte kushtet e parapara, njoftojnë nga prokuroria publike. Ministria e Brendshme ka bërë të ditur se 6 prej punonjësve të policisë janë privuar nga liria, 1 është në kërkim dhe 3 prej tyre aktualisht janë duke mbajtur masën e paraburgimit. Me kryerjen e veprimeve të mësipërme, zyrtarët e paditur i kanë mundësuar personit juridik klasik DM nga Koçani marrjen e licencës për kryerjen e veprimtarisë hotelerike kabare Puls në Koçan, në mënyrë që nuk kanë vepruar në përputhje me rregulloret për masat mbrojtëse dhe nuk kanë bërë kontroll të plot para dhënies së pëlqimit pozitiv për licencimin e kabares, duke shkaktuar kështu rrezik për jetën dhe trupin e njerëzve në një vend ku grumbullohet një numër i madh njerëzish, thon nga Ministria e Brendshme. Si pasojë e zjarrit të shkaktuar në diskotekën në Koçan më 16 mars, humbën jetën 61 persona, ndërsa rreth 200 mbetën të lënduar. Në hetim marrin pjesë 11 prokuror, ndërsa deri më tani të dyshuar janë 59 persona fizik dhe 3 persona juridik. Prej tyre 14 persona janë zyrtar policor.